Kur hyni në një kafe ose kinema, zakonisht i shihni 3 masi të pije. E vogla €1.50, mesatarja 2.80 edhe e madhja €3. Pse ekziston ajo mesatarja kur është gati njëjtë me të madhen? Në marketing kjo quhet the decoy effect. Ajo masia mesme nuk është aty për me ushit, ajo është aty veç si kurth që me bë masinë e madhe më duk si pazari meqëm. Truri ynë nuk di me vlerësu vlerën absolute diçkaje. Ai veç krahason. Kur i shet 2.80 edhe 3, ti menon për 20 cent ma shumë, po e marrë këtë gjigondën. Ti menon që fitove, po në fakt biznesi fitoj. Ata të kanë shty me shpenzu €3, kur ti nashta ke pas nevojë veç për me ble €1.50. Kjo nuk ndodh veç te kafet, kjo ndodh te abonimet e internetit, te pakut e makinave, madje edhe te menyt e restoranteve. Bizneset më të mençura nuk të detyrojnë me ble. Ata thjesht i pozicionojnë opsionet që ti me zgjedh atë që duan ata. Marketingu nuk është zhurmë, marketingu është psikologji dhe arkitekturë e zgjedhjeve. Herën tjetër kur të thojnë për veç pak cent ma shumë, ndalo e mendo, apo e ble produktin, apo po bie në kurthin e krahasimit.